Sot jam drejtuar me një shkresë zyrtare korporatës elektroenergjetike shqiptare për të vënë në dispozicion praktikën e plot të procedurave të ndjekura të prokurimit dhe lidhjes kontratës, si dhe kontratën e lidhur për tecet lundues Tigri 1 dhe Tigri 3, ankoruar prej më shumë se 3 vitesh në Vlorë. Kjo aferë i ka kushtuar shqiptarëve deri tani 80 milion euro, si pjesë e qiras, shërbime ankorimi, shërbime të sigurimit mjeteve, ndërtim logjistike e tjerë. Në këtë kosto nuk përllogaritem shpenzimet e nevojshme për blerjen e lëndës djegëse, si dhe shpenzimet tjera operative të nevojshme për operim. Këto mjete lundruse, pavarësisht se u prokuruan për hir të një situate hipotetike të emergjencës energjetike, deri më sot nuk kem vënë punë. Dhe me shumë gjasa, asnjëherë nuk do të prodhojnë energji në mënyrë të qëndrueshme. Kjo jo vetëm për ndotjen e madhe që këto tece anijet vjetra i sjellin qytetit Vlorës dhe Bregdetit Jugut, por mbi të gjitha për shkak të një kostoje të lartë të prodhimit të energjisë elektrike, që ekspertët e përllogarisin në varësi të çmimeve luhatëse të lëndës djegëse, nga 150% deri në 200% të çmimit me të cilin mund të blihet energjia elektrike sot në tregjet ndërkombëtare. Deri më sot janë paguar dhe do paguhen në mënyrë të sigurt të paktën 80 milion euro. Janë një shumë e madhe parash, duke patur parasysh gjendjen shumë të vështirë financiare të sektorit elektroenergjetik, por dhe prioritetet e investimeve në këtë sektor. Më konkretisht, Keshi ka përgjegjësinë ligjore të vërë në dispozicion të ligjvënësit për hir të transparencës 1. Praktikën e plot që është ndjekur lidhur me funksionimin e teceve lundrues Tigri 1 dhe Tigri 3. Kontratat e qirave respektive të lidhura me operatorët për secilin nga tecet. Dokumentacion e plot të procedurave të prokurimit të zhvilluar në funksion të Tigrit 1 dhe Tigrit 3. Dokumentacioni që kërkojmë është i domosdoshëm për të bërë transparencë për këtë aferë, për cilën media e pavarur investiguese ka përcjell fakte shumë shqetësuese për sa i përket nevojës për prokurimin, transparencës së procedurës ndjekur, shkeljeve ligjore të rënda kundrejt një procesi të rregullt prokurimi.